Qeveria e ka në tavolinë shqyrtimin e heqjes së tarifës prej 10% të produkteve me origjinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajmin e ka kumtuar Ministri i Financave Hekuran Murati në një kundërpërgjigje ndaj presidentës Vjosa Osmani, e cila i propozoi qeverisë që të marrë këtë masë të nesërmen pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi tarifa reciprociteti ndaj shteteve përfshirë edhe Kosovën. Në komunikimin publik për këtë çështje mes përfaqësuesve të qeverisë dhe atyre të presidencës, u shkëmbyen edhe akuza, por asnjëri nga këto institucione nuk u janë përgjigjur pyetjeve të kohës nëse zhvilluar komunikim për veprimet në funksion të heqjes së tarifës. Kërkesa e fundit që qeverisja është shtruar për heqjen e tarifës ndaj produkteve amerikane është ajo e 2 muajve më parë nga shoqata Vatra që vepron në Shtetet e Bashkuara. Presidenti aktual që është zgjedhur prej shumicës popullit amerikan ka premtuar që tarifat do të jenë reciproke me ata vendet që ne na taksojnë. Duke i ditë këtë, edhe ky është një president në të dyja fushatat e tij që ka qenë si president 4 viteve më parë se presidenti Biden, si tani ai po mban premtimet zgjedhësve elektoral të tij. Mirë, po duke e ditë se presidenti Trump i mban premtimet, 60 ditë më përpara i kemi kërkuar edhe qeverisë Kosovës që t'i ulin tarifat dhe t'i mbajnë në masën zero, se atëherë Amerika do të shtyhet edhe ajo për me respektu reciprocitetin. Kërkesë e ngjashme është bërë edhe në 2022-ën. Oda ekonomike amerikane ka kërkuar atkohë që deri në arritjen e një marrëveshje për tregti të lirë të hiqen të gjitha detyrimet doganore për produktet me origjinë nga SBA-ja. Negociatat dhe ratifikimi i marrëveshjeve tregtare dypalçe ndërmjet vendeve zakonisht kërkojnë kohë. Prandaj oda amerikane rekomandon që qeveria e Kosovës duhet të zbatojë një masë të ngjashme si GSP-ja, e cila do të lejonte eksportin pa tarifa për 3500 mallra që vijnë nga SBA-ja. E aktivisti Mondrakaj këmbgul se Kosova nuk humb nga heqja potenciale e tarifës. Jemi shumë të kënaqur që edhe presidentja Osmani është bashku kësaj nisëm, presidentja e Kosovës, e uroj që të ulet tarifa në masën sa më të poshtë, masën sa më të vogël, që edhe Kosova të përfitojnë nga kjo. Kërkesa e Osmanit ka marrë përkrahje nga 2 kongresistë republikan të SBA-s, Malin Stumza dhe Carlos Gimenez. Ata kanë kërkuar edhe nga vende tjera që ta ndjekun shembullin e Osmanit. Propozimi publik i presidentës ka gjetur mbështetje edhe te komuniteti i biznesit në Kosovë. Të premten Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Oda Ekonomike e Kosovës i kanë bërë thirrje qeverisë ta pezullojë tarifën e importit për të gjitha produktet nga Shtetet e Bashkuara. Të njëjtën e kanë kërkuar edhe përfaqësues nga partitë opozitare. Deri tash Kosova ka qenë në gjendje të eksportojë 3500 lloje mallrash në SBA, pa ju nënshtruar ndonjë detyrimi doganor.